pse nuk duhet të lajmë pulën. Tani e di unë që do kem komente që bën ashtu e që bën kështu e pula lajt, sa duar e kapin, edhe tu them edhe unë, ato duar që e kapin pulën. Në qoftë se juve do ta lanin lavaman, mendoni se do ikin të gjitha mikrobet që janë te pula. Jo vetëm që nuk do ikin, po do ngelen te pula, edhe do shpërndajnë të gjithë lavamanin, do shpërndajnë të gjitha pjatat që keni juve për rreth e rrotull, edhe do rrezikoni nga salmonela, njerëz të dashur dhe të bukur. Ndaj edhe u lutem shumë mos e lani kur pulën, ose të paktën nëse dorin ta lani juve vazhdoni lajni. Vetëm më shkruani në komente që lajet e bëhet ashtu e bëhet kështu, se merrni në qafë edhe njerëz të tjerë. Nuk është e lehtë në ditën e sotme të lexoni 2 gjëra më shumë. Për juve që e lani, vazhdoni e lani pulën, edhe pastaj dua të bëj edhe pyetjen tjetër, që okay, pulën e lani, hajde, e lani. Mishin e grirë e lani. Se njësoj nuk është, edhe mishin e grirë e kapin të ato duar. Tani më thoni që lani dhe mishin e grirë. Nuk e di o njerës, unë nuk e laj, edhe nuk duhet larë pula, aman mos e lani. Kjo është e gatimi për sot. Të kaloni bukur, ciao ciao.